Miq, ju përshëndesim tek tribuna e gjithë shqiptarëve për ndeshjen, super ndeshjen, ajo që ka më shumë emocione, siç ka pasur gjithmonë, Serbi-Shqipëri, ku do të mblidhen tifozat e kombëtarës shqiptare anë kënd botës. Për shkak se të paktën ata që do të shkojnë në stadiumin ku luhet ndeshja Serbi-Shqipëri. Por ajo se çka më bën më shumë përshtypje, ora tani shënon 8:20 dhe situata, gjendja këtu, emocione shumë pakta, shumë pak njerëz. Ja, siç e shihni, është bërë një organizim për të vlerësuar nga organizatorët e TKZ-s, por nuk kemi shumë njerëz, nuk ka shumë njerëz, nuk ka shumë tifoz, nuk ka shumë shqiptarë që mblidhen te, edhe pse jemi rreth 1 orë e gjysmë, pra 1 orë e gjysmë nga momenti që do të filloj ndeshja Serbi-Shqipëri. Por ajo se çka e bën domethënë më të vagët situatën është se gjithë ky organizimi, pra me sistemin e fonisë, me bokset dhe atmosferës, pra me këngët patriotike dhe me pamjet që janë këtu patriotike që ngjallin sa më shumë emocione për sa i përket atë se çka ne duhet shquhemi për pjesën që jemi shqiptar me këngët patriotike, nuk kemi muzikë ose thirrje të ndryshme. Por fare pranë pra këtij organizimi ku do të shihet ndeshja në këtë monitor, në këtë screen, është edhe një aktivitet tjetër i të madhit ku Edi Rama këtu në sheshin Nën Tereza po organizon një takim për një aktivitet për sa i përket librit, me sa mora informacion, dhe pra organizimi tjetër këtu janë detyruar, pra organizimi për sa i përket ndeshjes të TKZ-s, pra të kombëtarës tifozët Kuqezi, janë detyruar kanë ardhur pra shumë herë njerëz të instancave ndryshme, si policë e tjerë që kanë bërë thirrje ose kanë dhënë urdhër që të fikin muzikën ose fonin, bokset, se për shkak se do të vi malli, do të mbajnë një fjalim këtu. Por në këtë momente, teksa ne po bëjmë këtë video, po shohim që po afrohen disa njerëz që po sjellin një atmosferë tjetër me lodra, daulle dhe bravo qoftë tyre çunave që të paktën të ngjalli pak atë idenë e atmosferës, festës, për të treguar që ka diçka, pra po organizohet diçka këtu midis shqiptarëve për të mbështetur çunat e kombëtarës. Pra kjo nuk është vetëm një lojë, nuk është vetëm një ndeshje futbolli, është më shumë se kaq, pra, është më shumë se kaq, duke e lidhur me situata të ndryshme kombëtare dhe politike, për sa përket kësaj përballje midis Shqipërisë dhe Serbisë. Hajde, bravo çuna, Allah për zot. Kjo është ajo situata, atmosfera shumë e vagët, po duke falendëruar çunat, bravo i qoftë që vinë me lodra, me daulle që po mundohen sjellin sa të pak dhe uroj që mos kenë ndonjë incident, që të vinë direkt ata të madhit atje që po bëjnë atë organizimin, aktivitetin tjetër atje. Dhe t'i thonë për këtyre, mos i bini më daulleve si kemi aktivitet. Se sot nuk e dinte i madhi që luan kombëtarja, luan Shqipëria me Serbinë, dhe normalisht duhet i thënë mbështetje, edhe pse kryeministri nuk është në stadium atje që do të mbështesë çunat e kombëtarës. Por ajo se çka është një pyetje imja që unë mbyll gjithmonë këto video të kështu, mbyll me një pyetje. Opa. Tash se erdhën dhe ndalën muzikën. E pyetja ime që do duhet bëja për gjithë ju që po na ndiqni është se në këtë gjë po tregohet se çka është më e rëndësishme. Kush është më e rëndësishmi më saktë? Është i madhi që i themi ne gjithmonë i madhi, më e rëndësishmi, sultani, mbreti, kryeministri dhe shkëlqësia e tij Edi Rama, apo kombëtarja, apo flamuri
shqiptar. Leni mendimin tuaj në koment. Ju përshëndes dhe do t'ju updatojmë her pas here për sa i përket asaj se çka do të ndodhi këtu dhe ja po. Ja i nxorën jashtë shunat. I than fikeni. I than, I than që ta fikeni? Po, ja, sapo i than që mos bëni zhurmë. Qua e than që mos bëni? Po, se kanë Ka pak më vonë, do vazhdoj. Si që thash pra, ja, qëlloj, do më thënë shumë rastësisht kjo gjoja që pash e parashikova, e paralemrova që mundohet diçka e tillë. E pa vetë, nuk na zgjati shumë kjo kënaqësia, kjo atmosfera, për shkak se i madhi direkt ndërhyu dhe uroj ta mbyllte video sa më shpejt që më ndërhyu dhe këtu thotë ore, prit se ky po e tregon këtë gjë që sapo ndodhi, Kjo është një përballë një fakti që edhe një për bërë një përmbledhje të shkurtër. Luan Serbi, Shqipëri është më shumë se sa një ndeshje kemi thënë gjithmonë. Është bërë një organizim këtu tek Sheshi Italia ose tek kolonat që i thon pra këtu fare pranë tek Sheshi Nën Tereza, nga tifozat kyqezi, nga TKZ-ja, siç e shihni me këtë ekranin këtu të madh që do të jenë gjithë tifozat, gjithë shqiptarët do të mblidhen këtu, jo vetëm nga Shqipëria ose nga Tirana, por në shumë vende të tjera që ndoshta nuk ketë ardhur për të dhënë atë suportin e tyre për të qenë në Tiranë dhe Shqipëri. E ka ndaluar pra fonin gjithë organizim me gjëra që bëhen, me këngë patriotike siç ka ndodhur çdo herë që ka pasur ndeshje, organizime të tilla. E ka ndaluar pra ato të madhit, legjendës, sultanit, për shkak se ka një aktivitet atje. Ne u gëzuam pak më parë se 3 djemt mrekullueshëm që her pas here unë kam hasur sa herë që luan kombëtarja, sa herë që luan Shqipëria, i kam hasur që vinë gjithmonë me dëshirën e tyre, iniciativën e tyre, krejt personale, vetëm, me formë të tyre që ata i bien atyre lotrave dhe për të përcjell një atmosferë. Vetëm për pak minuta, madje 2-3 minuta zgjati gjitha kjo dhe i ndalën, i thanë që kemi të madhin atje, se kemi aktivitet. Do thoni ju që me drejt edhe i madhi se ka aktivitet edhe s'kemi se si ti dëmtojmë ata atje. Kjo është ajo dilema, nuk e di, a ka një mesazh tjetër këtu për cilë se duke lidhur me atë se çka ka ndodhur gjatë ditës në Serbi, në stadium atje, ose në hotelin ku janë pritur çunat e kombëtares, ka pasur incidente nga më ndryshme me flamurin e Kosovës, me hartën e Kosovës të veshur me ngjyrat e flamurit të Serbisë, provokime nga më ndryshme, mosvendosje e flamurit shqiptar në stadium pas u rivendos. E shumë gjëra të tjera që ndërkohë që kur vinë kombëtarja serbe në Shqipëri, gjithë shqiptarët nuk lejohet të vendosin dhe flamur, madje heqin edhe flamurat shqiptare dhe nga balkonet e dritaret e tyre edhe larg perimetrit të hotelit ku vendosen her pas here dhe lojtarët e Serbisë. Por na bën edhe këtë gjë, domethënë, në Shqipëri, ndërkohë që atje po luhet dhe çfarë po na bëjnë, po na poshtrojnë, po na denigrojnë të gjitha gjërat, ndërkohë që këtu ne nuk duan që të na thonë që jemi shqiptarë dhe në vendin tonë dhe në Shqipëri. Jo më atje që prapë është tokë shqiptare. Ne mos hym këtu historive. Ju përshëndes.